Entuziazmi i festave të fundvitit shpesh shoqërohet me konsum të shtuar të alkoolit, por edhe të lëndëve narkotike, kryesisht nga të rinjt. Megjithatë, nuk mungojnë rastet kur konsumi i tepërt sjell helmime të cilat mund të kenë pasoja serioze për shëndetin. Të rinjt janë më të ekspozuarit për alkoolin, janë më të ekspozuar për drogat, për koktejlet, alkool, drogë dhe koktejlet e tjera. Janë më të rinj, më entuziast, atmosferë më shumë dhe i kanë momentet aty për aty. Pra i kërkojnë që një gjendje aty për aty, pa llogaritur një pjesë e tyre pasoja që mund të jenë pasoja afatgjatë dhe të dëmshme. Pluzat e bardha rendisin disa nga simptomat më të zakonshme të cilat shfaqen si pasojë abuzimit me alkoolin dhe substancat narkotike. Humbje të koshiencës, humbje të vetëdijes, nuk orientohen, humbje të reflekseve që mund të kenë edhe dëme afatgjate të traumave të trafikut rrugor. Pra në efektin e alkoolit mund bën dhe dëme të tjera të pakontrolluara, dëme që mund të jenë deri në fatalitete. Shefi i shërbimit të toksikologjisë pranë QSUT, Andrin Tahiri, në këto ditë festive u drejtoi qytetarëve me një mesazh të qartë. Festat zgjasin pak. Zgjedhjet e gabuara mund të lejnë pasoja për një kohë shumë të gjatë. Alkooli dhe droga nuk ju bëjnë kurrë më interesant. Vendimet e qarta, po. Festoni fort, gëzoni fort, pa i bërë dëm vetes. Kush di të doj veten, di të bëj zgjedhjen e duhur. Nuk mungojnë as rastet kur shumë të rinj janë përfshirë në aksidente të cilat kanë sjellë edhe humbje jetësh, e kjo si pasojë e konsumit të tepërt të alkoolit.